Shqipëria në 2030 i paska gjithë simptoma? Po, absolutisht. Po unë kur më pyesin miqtë huaj them që Shqipëria është pak si ai pianeci në metron e Londrës që nuk shembet në tokë sepse ka shumë pasagjerë tjerë që e mbajnë në këmbë. Po t'ishe vetëm në vagon, ishe shembur tokë. Dhe kështu ecën në Shqipëri fatkeqësisht. Ne kemi parë edhe kjo dita ditës po vjet re që niveli i kalbëzimit, niveli i paaftësisë institucionale, niveli i dështimit nga institucionet e sigurisë që iranianët hynë e dalin të fundmi dhe në postën. Po jemi vëndantari NATO-s, ndoshta NATO garanton kufitan. Qoftë ndaj suneve kibernetike. Jo, e para nuk ka garantuar, sepse ne Homeland Security sapo ka nxjerrë dhënat e postës. Por për te kësaj, siguria lidhet edhe nuk është vetëm çështja e kufive, sepse në fundit para se nga garanton NATO, ne jemi ishull në NATO. Domethënë në veri kemi antar Malzi, Kroaci, në lindje kemi Maqedoni, në veriut në jug kemi Greqinë, kështu që nuk se kemi kërcënime në formën e hard security ose sigurisë klasike. Ne kemi formate të tjera të sigurisë njerëzore. Ne jemi një vend që një ingrat që humbi jetën në lum para pak javësh u detyrua me kërku ndihmën e FSK-s së Kosovës, sepse ne kemi kapacitete bazike për të siguruar shpëtim kërkimin. Ashtu sikur se e pam në krizën e jashtëzakonshme të zjarreve, ku nuk jemi vetëm vend në rajon që nuk kemi. Kryeministri ka thënë që ne do prodhojmë dron për të monitoruar asamblenë e NATO-s që do jetë vitin tjetër. Jo, kryeministri e para një kryeministri është një ndër ka ngritur dhe kompani shtetërore, ka jo. Se s'po gjitet fjalën, me thënë është një ndër xhonglerët dhe prestigiatorët më të mëdhenj në botë në këtë aspekt, edhe aftësia e tij për të thënë fantazira në kushtet ku realiteti është shumë brutal. Dhe hendeku midis fasadës që ai përpiqet të portretizojë dhe realitetit është një humnere jashtëzakonshme. Si ka mundësi që votohet? Ky bisedë tjetër, pa pak mund. Por të parë një marrim rast. Për shembull, Delmet Diellën, që është ministri i parë që bën lajmet e botës, po ndërkohë në SPAK dita ditës shkon shefja e AKSH-s, e sistemit tonë të qeverisë elektronike, e implikuar me krim të organizuar dhe me akuza shumë të rënda. Flet për tendera elektronike dhe inteligjencë artificiale, ndërkohë që siç e përmenda më herët, iranianët hynë dalin në sistemet tona të database-ave. Kështu që ky nivel i hipokrizisë, thonë, edhe kontrasti dhe biles sa më e rëndë situata, aq më mëdha edhe mashtrimet. Nuk kemi asnjë përpjekje me i afru bashkë, por kemi vetëm thellim. Edhe në rast konkret, fal NATO-s, ne nuk kemi shembur, pra NATO-ja është një ndër institucionet që na mban në këmbë, që nuk shembemi brenda vagonit të metros, por situata është jashtëzakonisht e rëndë. Domethënë, për shembull, shikoni çfarë ndodh në krizën e zjarreve. Janë ndjekur mbi 50.000 hektarë, që janë 10 milionë euro në lëndë rusore. Pa llogaritur koston e fshatarëve që kanë pasur toka ose që kanë ngordhur kafshët. Dhe ne nuk kishim asnjë avion që të fikte zjarrin. Erdhi, kërkuam lëmosh, e na ndihmuan vendet qinje dhe Rumania. Pse? Sepse ndërkohë që Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Veriut ka flotë me 3 avion Air Tractor 802, se unë kam dhënë mësim atje dhe kam shkuar rregullisht dhe kam qenë i befasuar për të mirë, kur kam parë që ata kishin avionet e tyre për fikjen e zjarreve. Air Tractor 802. Po këtë do të bëj ky teatri. Kushtojnë 3 milion. Absolutisht. Investimi i qeverisë për të zbukuruar piramidën, jo për ndër nga para, ka kushtuar 14 milion. Ndërkohë që me ato mund të ishin blerë fare mirë një flotë e avionëve për fikjen e zjarrit.